Të dehurit dhe talli e tyre me Allahun xhaleshan. Edhe kjo është një friksim. Edhe është tërheqje vërejtjen për ata njerëz të cilët tallen me ajetet e Allahut, tallen me namazin, tallen me imanin, tallen me mjekrën, tallen me simbolet e Islamit. Nuk besojnë ditën e gjykimit, kush ka shku me pa, ku e di se çka ndodh në varr, nuk i besojnë këto gjanat. Mirë, po çfarë dënimi edhe dëshkimi ka në dynja para se me shku në botën tjetër me pagu fakturën. Tregon një grup shokësh kanë qenë gjithmonë ishim të dehurna, pe janë. E një ditë tha, hepëm në veturat tona. Edhe u nisëm për me shku ndalje, sikur që kishim zakon dhe 3 ditë me dalë. Para se mu nis, nana e njënit prej neve u drejtu dhe duke na thonë, sikur se nana për evladin, që gjithmonë e ngushtlon evladin e vetë kur shkon në udhtim, i thot, Allahu qoftë në juve, apo në amanet Allahu. Kjo është një lutje dhe dua, urim që ja ban nana evladin. Djali i kësaj nanës që ishte i keq, prapshtan, zullumqar, gjunaqar i madh, ky i cili shokje mas epsheve dhe kanjeve, dhe u talke me nënë në vetë dhe i tha i nënë, s'kemi vend për Allahun në veturën tonë. Badeove që thua Allahu koft në juve. Allahu nuk ka vend në veturën tonë. Kjo është fjalë tallje. Ata të cilët i thojnë këtë fjalë, këto me automatizëm dalin prej fejes. Ai cili tallet me Allahun, me pejgamberin, me shartet e Islamit, me një simbol atë fejës Allahut, ky me automatizëm del prej fejes. Nuk ka hise, nga se në fej nuk ka tallje. Feja Allahut është me seriozitet. Argument që del prej fejes tregon njëri nga sahabët, thotë ishmi duke ndetur na, edhe njëri nga munafikët dhe tha, filloi me botallje. Si kish për qëllim me botallje, po ja, i dul prej gojës dha diçka. Ju shokët e pejgamberit, merra keni qenë në hangër, me jo rrit bakat e juve, nuk shkoni në luftë, jeni frigacak. Thot ky sahabe kur ndëgjoi këto fjalë thash vallaj, ti je munafik, se këto fjalë nuk burojnë prej muslimanit vetëm se ndaj munafikit. Tha ti je munafik, edhe ka më shku te Rasulullah me tregu. Edhe duke shku me tregu Rasulullah alayhi salatu wasalam, para se mi ofru Rasulullah, Allahu xhaleshanu zbriti ajetet. E informoi Rasulullah se çka ndodhi. Edhe i tha kështu ja Rasulullah ndodhi, kështu ka thonë. Allahu i zbriti ajetet, çfarë ajete tha? Kul abilai wa ayati wa rasuli kuntum tastaziyun, thuaj atyre të cilët bajnë tallje me fenë Allahut. Thuaj sa me Allahun po tallni, a me fjalë dhe argumentet e Allahut, edhe me Rasulullah po bani tallje, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nuk ka arsye për juve as justifikim. Ju keni dalë për fesë pas që keni besuar. Thot ky sahabe kur shkoi çuçi, i cili do të marrë se tu ja Rasulullah, vallah vetëm se kanë baj gare, se kanë pas qëllim që me dojë prej fejës une, do isha me baj gare. Dërsa pejgamberi Allah ishte ndeve, ka ke për deve, një Rasulullah, vetëm ka baj gare. Pejgamberi Allah ju drejtoj ke majitë ke, a me Allah, edhe pejgamberin, edhe majitët Allah të përpën talde, vallah nuk ka arsetim për tyje, edhe ti ki dojë prej fejës pas që ke besuar. Andaj dhe kjo është një mesazh krejt dhe një dërtua, ju baj ftesë, runë mos bani talde me Allahun, as me fenë Allahun, as me një sen që ka lidhe direkt apo indirekt me fenë Allahut, se dita apo nuk dita del prej fesë. Edhe nuk arsitosh, sa që Ibn Taymija rahimahullah ka thonë, ky njeri nuk e ka ditë se nëse ban tallë del prej fesë, nuk e ka ditë se me pas ditë nuk e kishte kështu bë. Andaj thot megjithatë Allahu xhaleshanu nuk e arsitoi, ka mund të më thonë, po ta fali ty se s'e ke ditë. Po Allah e vazhdon ai thot, nëse një grup ja falmi, tjetër nuk ja falmi. Edhe këtë rast ky djali ka botallë me nënën e vet, ka thonë oj non, ti po thu qoftë Allahu me juve, mirë pa Allah nuk ka vend me neve ku në vetur. Nëse do thot le të jem bagazh, audhu billah, hasha lillah. Edhe pas disa orëve, pasi që janë nis, edhe shku në udhimet, idha xhajalua fala yastaqdiru sa'atan wala yastaqdimun, kur vjen momenti çasti e xhelit, as nuk vanohet, as nuk përshpejtohet, edhe rrugës thot kanë pas një farë përplasje dhe ndeshje, edhe janë mbyt. Kur i vjen lajmi nanës vet duke i thonë se të gjithë ato shoqënia xhalitan kanë ndru jetë rrugës, edhe djalët asnjë s'ka mbet. Mirë po ajo shka është më e çuditshme thot se kjo veturë e cila ish pat rrotullua prej shpejtësisë të madhe, edhe shka thot që ishte prish krejt
përveç bagazhit nuk I kishte ndodhur kur në sen. Subhanallah. Asnjë sen. Ajo që është alë më e çuditshme dhe më habitshme thotë se ata të cilët kanë qenë pranishëm, që I kanë nxjerr kufomat dhe trupat e këtyre djemve për me nxjerr jashtë thotë, kur e kanë hap thot bagazhin, e kanë gjetur në bagazh thotë çka? Një komplet vezë të cilat nuk janë thyer asnjëna prej vojave. Subhanallah. Allahu Gjereshanu në sigur se ka dëshmia me dijese, ti u bën ta Allah, po çdo se është në mbrojtjen e Allahut dhe në kujdesin e Allahu Gjereshanu. Andaj të kujdes nga fjalët shkatruese me të cilat e mohon ekzistimin e Allahut dhe bën kufër dhe del prej fesë automatizëm. Bash mos besimtar, Allahu na ruaj. Për shembull, to fe do të më rujt. Andaj thot pejgamberi Allahut, kush beson Allahun dhe ditën e fundit, ose le të flas mirë, ose le të hesht. Nuk ka alternativë tretë. Dy, ose kemi fol mirë, nëse gjen moment rrethon, ose dy tash hesht mos fol. Tret nuk ka me fol fjalëçia, fjalë banale, sharje, ofendim. Masese, e mos flasmi me batalje me fenë Allahu xhalesha.